Pjesë tjetër kemi pjesën e sëmundjeve të bletës. Varroa është një sëmundje që na ka bërë goxha deme, mund të themi. Ka pasur vite që kemi pasur na është përgjysmor parku i bletëve, edhe këtë vit patëm goxha humbje nga varroa. Por që jemi munduar me antilaçeve organike që ta përballojmë, domethënë. Këtë vit shqyr jemi mirë. Ka ndonjë insekt e lufton e ngacmon, nuk e le të bëj prodhimin siç duhet, shkon te lule që bleta shkon ndoshta, nuk e di. Ka, është brumulli në fakt që e sulmon, por realisht nuk janë insektet ata që dëmtojnë bletën. Janë sëmundjet. Është varroa, është armiku kryesor i bletës. Edhe ne kemi kalendarin e kurimit të bletëve. Gjithmonë përdorim ilaçe organike që mos të lënë mbetjen e mjaltit, sepse kur flasim për mjaltin cilësor, zakonisht njerëzit kanë përshtypjen që mjalti cilësor është vetëm mjalti ka sheqer apo nuk ka sheqer, vetëm kjo është kryesorja. Por përveç saj që është normalisht është kryesore, më kryesore është ilaçi, kurimi, sepse në rast se nuk është organik ilaçi, lën mbetjen e mjalt. Normalisht mbetja është kancerogjene dhe nuk është e mirë për njeriu. Po përveç sheqerit edhe kësaj që më the, ka disa pika tjera që e dallojnë një mjalt të mirë nga një mjalt më pak i mirë se mjalt të doja ta quaj. Përgjithsisht mjalti ngrin dimër. Themi kristalizohet në gjuhën shkencore, por që nuk mund të themi eksaktësisht, domethënë nuk mund ta dallojmë eksaktësisht. Ngrin ndimër mjalti, por ka disa mjalte që nuk ngrin. Edhe kjo është normale që nuk ngrin. Për shembull, mjalti lofatit nuk ngrin ndimër. Ne kemi marrë vjet mjaltin e parë, kemi mjalt lofat e vjet dhe nuk ngrin mjalt lofatës. Pavarësisht se është shumë i mirë, por prapë nuk ngrin. Por disa njerëz domethënë keq kuptojnë, domethënë duke parë që mjalti nuk ngrin, thonë që ky ka ndonjë hile që nuk ka ngrirë. Por realisht mjalti lisit, mjalti lofatës, çfarë janë mjaltet që prodhohen në pyll, jo nga nektari, nuk ngrin. Kjo ndodh për shkak të glukozit, sepse ka glukozë të ulët. Një mjalt nëse ka glukozë të ulët, nuk ngrin. Duke pasur kjo është faktor kryesor. Ka dhe një gjë, duke qenë glukozë i ulët është një mjalt gjithëpërfshirës, do të thënë, një mjalt që përdorin njerëzit normal, përdorin njerëzit që kanë diabet, nuk ndikon fare te sheqeri, do të thënë. Për shembull, folëm pak më parë për maren. Mjaltin e marrës mund ta konsumojnë gjithë diabetikët. Nuk i arrit fare sheqeri i gjak, është shumë normal. Po, për shembull, çfarë e dallon një mjalt i një lule me një lule tjetër? Ja, për shembull, po shoh disa lule këtu, nuk e di nëse në të gjitha lulet merret mjalt. Ky është tërfili. Tërfili, ky këtu i bardhë. Ky është mund të themi mizotrus, te mjalti i jon shumë lulësh, sepse në mjaltin kryesor kemi shumë lulëshin. Shumë lulëshin. Do vjet fjala që përfshin gjitha lulet e muajit maj qershor. Dhe kryesore kemi tërfilin këtu. Në tërfili është gati 70% të gjithë fshatet është tërfil. Po shikosh patet e rrugës, gjithë rrugët, gjithë natyra këtu është vetëm me tërfil. Edhe për shembull, ne që merrem me këtë punë, për shembull, e kuptojmë kur marrim shumë lulshin, themi që këtë vit është mizotrus tërfili, apo është nga aroma, nga ngjyra, nga shija, nga aroma, për shembull, tërfili ka një aromë tjetër. Kur e hap vazon e mjaltit tërfilit ka një aromë, për shembull, që ne që kemi kohë e njohim më një herë, domethënë. Ca mjalti shërbelit kur ka shumë shërbel, mjalti ka shumë nektar të shërbelit, ka aromë më të rëndë, është më i fortë se tërfili. Por që normalisht nuk ka të sasinë e tërfilit, sepse ka më pak shërbel sa tërfil në zonën tonë. Sa kohë i kushton procesi të bletëritjes? Shiko, zakonisht thuhet që bletëria është e thjeshtë, mjafton vërin kollare, thonë njerëzit, edhe nuk ka nevojë fare, është e thjeshtë. Por realisht kur je profesionist bletësh, kur ke një sasi të madhe ose një numër të madh bletësh, nuk është me sport, është një punë që kërkon shumë pasion çdo muaj të vitit. Fillon që nga janari deri në dhjetor ka vetëm punë. Por normalisht ka muaj që është puna më e ulët normalisht. Janari shkurti për shembull është më pakt në punë, pastaj marsi fillon normalisht puna e rritet, por muajt që është puna më e madhe janë muajt e prillit, majit dhe qershorit, ku puna është shumë e madhe, sepse fillon shtektimi i bletëve, lëvizja e tyre etj. Fillon rohitja që pam dhe në fillim të filmimit.
Një ndër ata që na pritën sot prap në fermën në Zhapokik është edhe Gëzim Shehu, një ish mësues i biokimisë. Është babai i Alkesit që dëgjuat më parë. Gëzim, faleminderit shumë që na hape dyert sot. S'ka përgjigje, kemi derën e hapur gjithmonë për të gjithë njerëzit. Po sot ju keni ardhur shpejt, nuk është koha e mjaltit, se do ju kishim qerasur me mjalt të ri. Ky mjalti që është këtu, është mjalt i vitit kaluar, është mjalt lofate. Shumë i mirë ishte. Fshati jon është pothuajse i mbjell me lofat, se kur tjetë plantacion i mbjell nga njeriu. Gjithandej është lofat. Do ishte bukur të kishte ardhur muajin prill ose mars, fund marsit, është komplet fshati i kuq nga lulet e lofatës. Jep këtë mjalt. Bleta përveç mjaltit ka dhe prodhime të tjera që janë shumë të domosdoshme për njeriu. Qumshi i bletës ka marrë një rëndësi të madhe sot dhe ka një tërheqje goxha të madhe. Njerëzit tani kanë filluar të janë ndjejnë leverdin dhe ka kërkesa të bollshme për qumësh blete. Ne kemi pasur kërkesa jo vetëm brenda Beratit e në Shqipëri me fjalë, po edhe jashtë shtetit, duke filluar që nga Italia, Gjermania, Anglia, edhe në Amerikë kemi çuar. Nuk ka ndonjë problem në transport? Asnjë lloj problemi? Problemi transport qumshi bletës futet në shishe, janë shishet e errta. I fusim kamber kalep prej shkumdetit, që futen brenda shkumdetit, dhe janë disa termus të vegjël që ruajnë temperaturën. Dhe kryesisht ne kemi bërë transportin me avion, do që shkon brenda ditës. Në cilin shtet kërkohen më shumë? Më shumë mua më kanë kërkuar ishë nxënësit e mi nga Anglia. Në Angli më kanë kërkuar shumë. Mjalti i Zhapokikës deri në Angli. Deri në Angli. Po janë refugjat të zonës me fjalë të Beratit dhe shokët e tyre, domethënë ecën këtu duke prezantuar shokët e tyre. Dhe kjo ka qenë. Ndërkohë po më thoje që ajo duke në dorë lidhet me qumshin e bletës. Kjo lidhet me qumshin e bletës. Këto janë kubzat këtu. Para se të nxjerrësh qumshin, unë këtë e fus për 3 ditë tek bleta. E fus bosh, pa i futur vezët e bletës këtu. Vetëm për ta pastruar bleta dhe për t'i dhënë atë erën e saj. Bleta që do nxjerrë qumësh, do të jetë bletë e fuqishme, dhe kur them e fuqishme, unë e mbaj me 9 pjellje. Dhe në kornizën e 10 i fus këte. Janë disa spatullat vogla që të këto kubat e kuqe, unë fus nga një vezë blete këtu dhe mbasi kam plotësuar këto kanë nga 15, e fus tek bleta, mbas 3 ditë, ose 72 orësh, shkoj e marr. Fillimisht do gjejmë një krim këtu, që është bleta, faza larvare e bletës, e heqim atë, dhe është qumshi që do rriste atë larvën për ta bërë bletë punëtore, atë që pat juve që po fluturonte. Dhe kjo është mbledhim atë dhe fusim në për ato shishet e vogla, 10 ml ose 15 ml ose dhe 20 ml, sipas kërkesave që kemi.